7:20 orë në studio, të nderuar miq, tashmë në pjesën e dytë programit do të vijojmë me të tjera zhvillime deri në orën 8, si që thash, një tryezë shumë e rëndësishme shkencore do të organizohet sot nga dega e historisë në Institutin Albanogjik të Prishtinës me aktorë të tjerë dhe për të na dhënë detaje të tjera. Ne do të gjunojmë një bisedë të drejt për drejt me zotin Nuridin Ahmeti, që është shefi degës së historisë në Institutin Albanogjik të Prishtinës. Zoti Ahmeti, mirëmëngjesi dhe faleminderit si gjithmonë për gatishmërinë. Mirëmëngjesi për juve dhe mirëmëngjesi për dëgjuesit e radios. Do të kemi një tryezë shkencore shumë të rëndësishme sot. Për çfarë tryeze bëhet fjalë? Cila është tema boshte e diskutimit brenda saj? Në bazë të planit të punës për vitin 2025 të Institutit Albanogjik është paraparë që në muajin prill, pra në këtë muaj në të cilin jemi, të organizohet një tryezë shkencore me titull Masakra ndaj shqiptarëve në ish Jugosllavi 1944-45 me tekst të veçantë ose me në përkujtim me rastin e 80 vjetorit të masakrës së Tivarit të vitit 1945. Ky organizim është nga dega e historisë e Institutit Albanogjik dhe nga Departamenti i Historisë i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ky organizim mbahet në Institutin Albanogjik dhe fillon në ora 10, që nikosisht ju bëjmë me dije, domethënë se të gjithë ata që janë të interesuar mund të vinë, është e hapur tryeza. Në këtë organizim, në tryezën shkencore, janë paraqitur me kumtesa 10 studius, e të cilët vinë nga hapësirat shqiptare, si për shembull nga Maqedonia, nga Tirana, nga Ulqini, dhe sigurisht se do të prekin edhe dimenzionet e masakrave tjera, sepse nuk është vetëm masakra e Tivarit, por është ndër masakrat më të mëdha që kanë ndodhur ndaj shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore, por ka dhe masakra tjera në hapësirat shqiptare, si bie fjala në Tetove, Gostivar e të tjerë, por theksi i veçantë është vendosur në masakrën e Tivarit të vitit 1945. Siç jeni në dieni, për t'ju bërë me dije edhe dëgjuesve tuaj, kjo masakër ndodhi në vitin 1945, por fatkeqësisht kjo masakër thuajse për 50 vite deri në vitet e 90-ta u la në arrest. Dhe për mendimin tim, këto viktima u masakruan 2 herë. Dhe prandaj zoti Ahmeti ndodhi në vitin 1945 dhe masakrimi i dytë ndodhi domethënë nga heshtja që ndodhi për afër 50 vite. Prandaj për organizohet kjo tryezë sigurisht për të ndriçuar të vërtetën historike për krimet e bëra ndaj shqiptarëve. Pas viteve të 90-ta, të së vërtetës, ka disa kontribute në nivel të kujtimeve dhe monografive, por ne mendojmë se ende për këtë masakër ka çfarë të thuhet. Dhe për këtë me këtë kemi ftuar studiusit, të cilët në bazë të hulumtimeve të fundit që kanë bërë do të thotë në arkiva të ndryshme të rajonit dhe në arkivat e ndryshme domethënë evropiane, ata ti nxjerrin sot në dritë dhe ti shpalosin këto të dhëna. Janë shumë do të thotë me interes, sepse nuk duam që kjo masakër do të thotë një ndër më të mëdha domethënë që ndodhi gjatë luftës së dytë botërore të mbetet ende në arrest. Pra, do ta trajtojmë nga ato masakrat që ndodhen, si thuash, në disa provinca të hapësirave shqiptare, masakrën e Tivarit dhe deri te tekstet shkollore të historisë. Do të thotë, pse kjo masakër u la në arrest për 50 vite dhe a është e mjaftueshme trajtimi që i bëhet sot masakrës në tekstet shkollore të historisë. Edhe ky shqetësim do të ngrihet. Për shembull, kemi ftuar një profesor nga Ulqini, zotrin Ail Draga, i cili njihet domethënë një studius që ka kontribuar në këtë aspekt në ndriçimin e kësaj masakre, por gjithashtu ka kontribuar me çka qenë më afër atij vendi, do thotë Ulqini afër Tivarit, ka kontribuar gjithashtu edhe në identifikimin
e dhe ndodhjes së kësaj masakre ka ngritur edhe pllaka dhe ky do të vi pikërisht do të me një kumtesë me titull Masakra e Ativarit, krimi pa dënuar por jo i harruar. Apo tjetër për shembull që është gjithashtu një kujtoj që është me interes, do të ketë një kumtesë tjetër Masakra e Ativarit në rrëfime dhe këngë popullore. Apo dëshmit e të mbjeturave të masakrës së Ativarit, narrativa historike dhe kujtesa kolektive. Mandej gjithashtu kemi shqiptarët në frontin e Adriatikut, krimet komuniste jugoslave dhe masakra e Ativarit si dëshmi. Gjithashtu kemi ftuar domethënë nga Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, ku studiuese në fjalë do ta trajtojë do të temën Masakra e Ativarit, një etnocid i fshehur, dëshmi dhe dokumente. Prandaj kontributi këtyre studiosëve dhe akademikëve do të jetë shumë i rëndësishëm në këtë tryezë shkencore për të përsërisë një herë për ndryquar të vërtetën historike për krimet e bëra në këto masakra. Kujtojmë që ky përvjetor nuk nuk është dashur të kaloj dhe ne pikrisht në këtë aspekt nuk është kemi dashur kemi organizuar dhe kemi finalizuar organizimin. Sot do të shpalosen këto dëshmi, këto dhëna të studiosëve dhe ky përvjetor do të thotë nuk është dashur të kaloj në harres i kësaj masakre, sepse ka mjaftuar që për 50 vite thuajse ka qenë e anatemuar si tematik dhe tash do të thotë neve nuk dëshirojmë që edhe me tutje të vazhdohet në këtë drejtim. Besoj që ky organizim do të kontribuojë në dëshmi, në ofrimin e dëshmive të reja dhe besoj që do të jetë edhe një shtytse që të vazhdohet më tutje me hulumtime të tilla për këtë ngjarje. Po, dhe konferenca do të nisë në orën 10 sot në Institutin Albanologjik Prishtinës. Në orën 10 në Institutin Albanologjik, në sallën ovale, në katin e dytë të këtij institucioni dhe është e hapur, mund të vinë domethënë të gjithë të interesuarit, dëgjojnë, diskutojnë, ta thonë fjalën e tyre, janë të mirëseardhur. Zotë Meti, faleminderit që zhvilluam këtë bisedë të drejtë për drejtë këtu tek programi i mëngjesit në Radio Kosovë. Unë si gjithmonë ju falenderoj për gatishmërinë tuaj. Edhe një herë për dëgjuesit tuaj. Shumë faleminderit. Kemi zhvilluar këtë bisedë të drejtë për drejtë me Nuridin Ahmetin, shefin e degës së historisë në Institutin Albanologjik Prishtinës, i cili në bashkëpunim edhe me Universitetin e Prishtinës, konkretisht dega historisë së Institutit Albanologjik Prishtinës me Fakultetin Filozofik dhe Departamentin e Historisë organizojnë tryezën shkencore me temën Masakra ndaj shqiptarëve në Jugosllavi 1944-45, sot me rastin e 80 vjetorit të masakrës së Ativarit në vitin 1945.